Këshilli i Komunës së Kërçovës me shumicë votash miratoi propozim vendimin me të cilin komuna merr përsipër shlyerjen e borxhit të ndërmarrjes publike komunale në vlerë prej 10 milion denarësh. Sekretari i Komunës së Kërçovës, Aleksandar Mickovski, sqaroi se kërkesa e ndërmarrjes publike komunale lidhet me mbulimin e shpenzimeve të krijuara nga transporti i mbeturinave nga Kërçova deri te deponia, që ka sjellë në krijimin e këtij borxhi. Со кое од комуналец барат од општината да преземе дел од долг кон правното лице зима третен, што се однесува за чистење на, односно транспортирање на сметот од Кичево до депонија. Во барањето однесува барање за преземање на долг од 13 милиони 405 977 денари. Тоа согласно буџетот на општина Кичево и можноста предлагаме да се преземе долг во износ од 10 милиони денари со вклучен ДДВ од јавното комунално предпријатие Комуналец од Кичево. Сакам само кратко да појаснам дека од тие 10 милиони 7 милиони и 700 денари се однесуваат за стар долг од 2025 година, додека останатите се од 2026. Ndërkohë, këshilltari i BDI-s Ili Rushani propozoi që komuna të marrë përsipër edhe shlyerjen e borxheve që shkollat e mesme kanë ndaj ndërmarrjes publike komunale në vlerë të përgjithshme prej rreth 6 milion denarësh. Drita, do me thonë, borxh kanë komunalecit 4 milion e 291.000 denar e 160. Ndërsa Mirko Milevski ka 2 milion 258.558, ose shuma e përgjithshme është 6 milion 529.718 dinar. Për arsye se nuk e propozon shkolla, o gjithë si gjimnazet, e propozoj unë si këshilltar komunal, nuk ka nevojë që të ketë përfaqësues të shkollës, të gjimnazit. Dhe për këtë arsye kërkojmë mbështetjen e kolegëve këshilltar që të mbështesin këtë propozim, se është për të mirën e të gjithë të punësuarve dhe nxënësve, edhe për të gjithë shoqërinë tonë, për arsye se mësimi zhvillohet në 3 gjuhë, në gjuhën shqipe, në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën turke, dhe për këtë arsye është domethënë interes i përgjithshëm i gjithë komuniteteve të cilët jetojnë në komunën e Kërçovës. Megjithatë, pas koordinimit mes grupeve të këshilltarëve, u arrit dakordim që kjo çështje të shtyhet për shqyrtim në seancën e radhës të Këshillit të Komunës së Kërçovës.